Ju përshëndes të gjithëve, do të jemi së bashku në këtë edicion informativ me mua, Ernilda Luzi. Ditën e nesërme do të hapet për qarkullim tuneli i Murrizit, pjesë e rrugës së Arbrit. Kryeministri Edi Rama, gjatë komunikimet me qytetarët, deklaroi sërish se të gjithë drejtuesit e automjeteve që do të kalojnë në këtë tunel nuk do të paguajnë tarif. Punimet në tunelin e Murrizit, pjesë e rrugës së Arbrit, kanë përfunduar plotësisht dhe ditën e nesërme do të hapet për qarkullimin. Lajmi është bërë ditur nga kryeministri Edi Rama gjatë komunikimit me qytetarët, duke ndarë dhe pamjet e tunelit. Ky është tuneli i shumëpritur i Murrizit, tuneli i Murrizit, i cili më në fund u dorëzua mali dhe tuneli do dorëzohet nesër për të gjithë popullin e Dibrës, që mezi e ka pritur nuk e di sa vite, po shumë kanë ikur nga kjo botë pa e parë, po duke e pritur, dhe që mendoj se e plasi syrin e keq. Syri i keq më në fund plasi, se te ai tunel na umblodh gjithë energjia negative edhe geologjia e atij tuneli ishte një tmerr. Kështu që nesër tuneli i Murrizit hapet në 14 mars, përkondë me ditën e verës. Kështu që nesër ditë vere nga Elbasani në Dibër e në gjithë Shqipërinë, patjetër natyrisht pa harruar Tiranën. Kryeministri deklaroi sërish se të gjithë drejtuesit automjeteve që do të kalojnë në këtë tunel nuk do të paguajnë tarif. Tu kontrata qysh në Kryetherës u bë që për çdo gjë të paparashikuar e mbulon sipërmarrësi privat. Dhe imagjinoni nëse tani tuneli do ishte në mëshirën e fondeve publike, sa do na kishte kushtuar rruga e Arbrit. Ndërkohë që kostot shtesë në bazë kontratës i mori përsipër sipërmarrësi. A më kuptoni apo s'm kuptoni? Dhe ajo që do bëj shteti është që do ta shlyej detyrimin, po jo detyrimin mbi kostot shtesë, sepse ata ka marrë përsipër sipërmarrësi, por detyrimin mbi fondin limit të parashikuar. Ndërkohë që rruga e Arbrit dhe tuneli, sa t'jem unë këtu, nuk do kenë taks, që t'jemi të qartë. Nuk do kenë taks, nuk do kenë tarif, nuk do kenë toll, si quhet, të rrugës. Tuneli i Murrizit është një vepër komplekse për 3800 metra dhe përbëhet nga 2 tuba, ai i trafikut dhe ai i emergjencës. Punimet për mirëmbajtjen e pajisjeve dhe të sigurisë në tunelin e Llogaras pritet të kushtojnë rreth 311 milion lek. Tuneli ka një gjatësi për 6 kilometra, ndërsa shkurton kohën e aksesimit të jugut të vendit me rreth 45 minuta. Autoriteti rrugor shqiptar ka shpallur hapjen e tenderit për mirëmbajtje pajisjesh dhe operimi tunelit të Llogaras. Fondi limiti për llogaritur është 311 milion lek. Sipas dokumentit të publikuar në Agjencinë e Prokurimit Publik, kontraktori në cilësinë e menaxherit të tunelit do të jetë përgjegjës për menaxhimin dhe mirëfunksionimin e tunelit, ambientet përreth tij, si dhe mirëmbajtjen e pajisjeve dhe sistemeve të operimit të tunelit. Menaxheri i tunelit është organi publik ose privat përgjegjës për menaxhimin e një tuneli rrugor në fazën përkatëse, i cili do të sigurojë shërbimet e kërkuara të menaxhimit, operimit të tunelit dhe shërbimet e kërkuara të mirëmbajtjes dhe funksionimit të pajisjeve të tij. Si objektiv themelor, do të sigurojë mbi të gjitha sigurinë, efektivitetin dhe eficiencën në punë, operimin sa më ekonomik të tunelit dhe akseseve të tij në përputhje me qëllimet e Direktivës së Bashkimit Evropian. Gjithashtu, do të sigurojë mirëmbajtje efektive për makineritë operuese dhe të gjitha punimet e montimit që janë të nevojshme për mbarvajtjen e punës në tunel. Ndërkohë punimet për ndërtimin e tunelit nisën në 15 nëntor të vitit 2021 pas garës tenderuese të zhvilluar që u fitua nga një konsorcium turk. Tuneli Llogaras është hapur zyrtarisht në 5 korrik 2024 për të lehtësuar aksesin e qarkullimit të mjeteve drejt jugut të Shqipërisë. Tuneli Llogaras ka një gjatësi për 6 kilometra, ndërsa shkurton kohën e aksesimit të jugut të vendit me rreth 45 minuta. Ai është pjesë e seksionit rrugor Orikum-Himar, pjesë e autostradës Vlorë-Sarand
ndërkohë që ai nis nga ura e Shënelizës dhe del në urën e Palasës, duke evituar tërësisht qafën e llogaras. Autoriteti rrugor shqiptar do të hap tendere të ndarë në 2 faza për ndërtimin e bypasit të Sarandës, që parashikohet të kushtojë rreth 2.83 miliard lek. Ndërtimi i këtij aksi pritet të zgjidhë problematikën e trafikut që krijohet gjatë sezonit veror. Ndërtimi i bypasit të Sarandës parashikohet të kustojë rreth 2.83 miliard lek. Autoriteti rrugor shqiptar parashikon të hap tendere të ndarë në 2 faza për kompanitë që do kryejnë punimet për këtë aks rrugor. Fondi limit për fazën 1 është 2 miliard lek, ndërsa për fazën 2 rreth 833 milion lek. Parashikimi për zhvillimin e këtyre tenderëve vjen pas procedurave prokuruese të vitit që shkoi për studimin dhe projektimin e bypasit të Sarandës. Në dokumentet e tenderit për studimin e kësaj vepre rrugore, specifikohej se projekti duhet të përfshinte ndërtimin e një segmenti të ri rrugor që lidh qafgjashtën me rrugën nacionale Sarand-Himar, duke lënë të hapur zhvillimin e mëtejshëm drejt lidhjes me rrugën Kardish-Delvin-Sarand dhe rrugën e Bregut. Segmenti i ri parashikohet të ketë një gjatësi prej afërsisht 3.5 kilometra, duke përfshirë segmente rrugore me karakteristika urbane ose interurbane, përfshirë një tunel me gjatësi afërsisht 800 deri 900 metra. Ndërtimi i këtij aksi pritet të zgjidhë problematikën e trafikut që krijohet gjatë sezonit veror. Sipas autoritetit rrugor shqiptar, Saranda është një nga qytetet më të rëndësishme të turizmit bregdetar në Shqipëri dhe përjeton një 4 fishim të popullsisë në sezonin veror, me një trend gjithnjë në rritje, ndërkaq që edhe në buxhetin e vitit 2025 janë parashikuar fonde për ndërtimin e kësaj rruge. Në total, fondi vënë në dispozicion për këtë vit është 680 milion lek. Për herë të parë, Shqipëria merr pjesë në panajirin më të madh në botë të pasurive të paluajtshme që po zhvillohet në Francë në Cannes. Pjesëmarrja e Agjencisë Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve synon të prezantojë projektet arkitekturore dhe mundësitë e investimit në Shqipëri në sektorin e pasurive të paluajtshme. Për herë të parë, Shqipëria merr pjesë me mbështetjen e Agjencisë Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve në panajirin më të madh në botë të pasurive të paluajtshme. Aktorë të rëndësishëm shqiptar kanë prezantuar projektet e ndryshme të investimeve në tregun imobiliar të luksit në qytete dhe në Bregdet, sektori i cili po njeh një zhvillim të jashtëzakonshëm në Shqipëri. Panajiri po mbahet në Cannes, Francë nga data 10 deri më 14 mars 2025. Pjesëmarrja e AIDA në këtë event synon të prezantojë projektet arkitekturore dhe mundësitë e investimit në Shqipëri në sektorin e pasurive të paluajtshme, duke vendosur vendin në hartën globale të investimeve në këtë sektor. MIPIM është një nga panajiret më të mëdha të pasurive të paluajtshme në botë, duke mbledhur mbi 20.000 delegat nga gjithë bota. Eventi tërheq investitorë që menaxhojnë mbi 4 trilion euro në asete, duke bërë atë një platformë kyçe për marrëveshje të mëdha investimesh. Pjesëmarrësit vinë nga 90 vende, përfshirë investitorë, zhvillues, autoritete publike, arkitektë dhe profesionistë të tjerë të sektorit. Gjithashtu, në këtë panajir prezantohen mbi 300 stenda ekspozuese, ku vendet, qytetet dhe kompanitë promovojnë produktet e tyre më të fundit dhe krijojnë mundësi të reja bashkëpunimi. Në stendën e saj, AIDA përfaqëson 4 kompani shqiptare të sektorit që prezantojnë projekte të rëndësishme për zhvillimin urban dhe arkitekturor në Shqipëri. MIPIM mbledh çdo vit liderët më të mëdhenj të industrisë së pasurive të paluajtshme, përfshirë investitor, zhvillues, arkitekt, urbanist dhe përfaqësues të autoriteteve publike nga gjithë bota. Ky panajir është një mundësi e rëndësishme për të diskutuar trendet më të fundit të sektorit, për të adresuar sfidat e tregut dhe për të krijuar partneritete të reja në nivel ndërkombëtar. Gjatë pjesëmarrjes në panajirin e pasurive të paluajtshme në Francë, AIDA ka nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me Miami Association of Realtors, organizatën e famshme të profesionistëve të pasurive të paluajtshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo marrëveshje synon promovimin e Shqipërisë si një destinacion tërheqës për investime në pasuri të paluajtshme, duke krijuar mundësi të reja bashkëpunimi dhe shkëmbimi informacioni me një rrjet global profesionistësh të kësaj industrie. Kjo platformë do të ndihmojë në rritjen e vizibilitetit të tregut shqiptar të pasurive të paluajtshme, duke bërë atë më të aksesueshëm për investitorët e huaj. Fëmijët krijojnë një botë më të pastër me art dhe gjelbërim. Nxënësit e shkollës Rilindja në Vlorë u angazhuan në aktivitete mjedisore si riciklimi, vizatimi dhe mbjellja e fidanëve. Projekti Shkollat Ekologjike i zbatuar nga Save the Children dhe financuar nga Tirana Bank dhe Fondacioni Mane po ndërgjegjëson brezin e ri për mbrojtjen e natyrës.
Në një kohë kur mbrojtja mjedisit dhe ndryshimet klimatike janë tema kyçe për të ardhmen, Shkolla Rilindja në Vlorë ka organizuar një aktivitet të veçantë si pjesë e projektit Shkollat Ekologjike për Klimën dhe Mjedisin. Ky projekt i zbatuar nga Save the Children in Albania dhe i financuar nga Tirana Bank dhe Mane Foundation synon të ndërgjegjësojë fëmijët për rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit. Nxënësit e kësaj shkolle demonstruan kreativitetin dhe angazhimin e tyre për mbrojtjen e natyrës. Ekspozita me vizatime dhe mesazhe ndërgjegjësuese, punimet praktike me materiale të riciklueshme dhe mbjellja e fidanëve janë vetëm disa nga veprimtaritë që e bën këtë ditë të veçantë. Ky projekt synon të rrisë ndërgjegjësimin e fëmijëve, të mësuesve, të prindërve, të komunitetit, për mbrojtjen e mjedisit dhe ndryshimet klimatike. Ky realizohet duke angazhuar në aktivitete të ndryshme, si për shembull matja e ndotjes së ajrit në ambientet brenda dhe jashtë shkollës, qelbërimi i shkollës, reduktimi, ripërdorimi dhe riciklimi i materialeve, apo dhe ndarja e informacionit të fëmijëve me njëri tjetrin. Këta fëmijë nuk janë vetëm nxënës të zakonshëm, por ambasadorë të gjelbërimit dhe ndryshimit. Me duart e tyre ata krijojnë art, mesazhe dhe vepra që sjellin ndikim të drejtë për drejtë në shkollën dhe qytetin e tyre. Pyet dhe lumen për mendimin tim do të thoshin që janë shumë të lumtur për këtë gjë të mirë që ne po bëjmë për mjedisin. Përshëndetje, sot në kuadër të projektit Save the Children, ne po mbjellim lule në oborrin e shkollës sonë. Kjo është shumë e vlefshme për ne, sepse na nevojitet për të mbajtur mjedisin pastër, edhe të kemi një mjedis sa më të gjelbëruar për ne dhe brezat që do vinë. Sot ne po pikturojmë për ndryshimet klimatike dhe ne jemi shumë të lumtur që po japim kontributin ton për këtë lloj projekti. Projekti Shkollat Ekologjike për Klimën dhe Mjedisin është një hap drejt një Shqipërie më të gjelbër dhe më të ndërgjegjshme. Kreu i Shtëpisë së Bardhë Donald Trump u zotua të kundërpërgjigje tarifave hakmarrëse të Bashkimit Evropian, duke përshkallëzuar më tej luftën tregtare globale. Një ditë më parë, Bashkimi Evropian dhe Kanadaja shpallën masa ndaj tarifave të metaleve të deklaruara nga administrata amerikane. Presidenti Amerikan Donald Trump tha se ai do të përgjigjet tarifave hakmarrëse të Bashkimit Evropian, ndërsa lufta tregtare globale vazhdon të përshkallëzohet. Ai nuk specifikoi se çfarë masa do të merrte, por tha, sigurisht unë do të përgjigjem. Kur u pyet nga gazetarët në Shtëpinë e Bardhë, Trump kërcënoi të dy fishonte tarifat për çelikun dhe aluminin kanadez në 50% përpara se të tërhiqej në një normë për 25%. Pasi Ontario pezulloi tarifën shtesë të energjisë elektrike në Shtetet e Bashkuara më herët gjatë ditës. Trump vijoi me tarifat e përgjithshme për 25% për çelikun dhe aluminin për vendet e tjera të mërkurën, duke nxitur kundërmasa të menjëhershme nga Bashkimi Evropian dhe Kanadaja. Bashkimi Evropian kundërpërgjigj me detyrimet e importit për mallrat amerikane me vlerë 26 miliardë euro, që përputhen me qëllimin ekonomik të tarifave të Shteteve të Bashkuara. Komisioni do të rifillojë kundërmasat nga viti 2018 deri në vitin 2020 gjatë mandatit të parë të Trump kundër mallrave amerikane me vlerë 8 miliardë euro më 1 prill, ndjekur nga një paketë re tarifash 18 miliardë euro në mes të prillit. Në deklaratë, Komisioni Evropian shprehu keqardhje për vendimin e Shteteve të Bashkuara për të vendosur tarifa të tilla, duke i konsideruar ato të pajustifikuara, shkatërruese për tregtinë transatlantike dhe të dëmshme për bizneset e konsumatorët, shpesh duke rezultuar në çmime më të larta. Komisioni gjithashtu ushtoi se Bashkimi Evropian mbetet i gatshëm të punojë me administratën amerikane për të gjetur një zgjidhje të negociuar. Kanadaja u përgjigj me tarifa të reja për 25% për mallrat e prodhuara në Shtetet e Bashkuara me vlerë 19 miliardë euro. Në total, kundërmasa do të ndikojnë në 8 miliardë euro produkte çeliku, 1.9 miliardë euro alumin edhe 9.1 miliardë euro në artikuj të tjerë. Kanadaja është eksportuesi më i madh i çelikut në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e ndjekur nga Meksika, Brazili dhe Kina. Vendet e tjera nuk morën kundërmasat e menjëhershme ndaj tarifave të metaleve të Trump, por shumica shprehen vullnetin për dialog. Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Keir Starmer tha se Britania do të mbajë të gjitha opsionet në tryezë dhe po negocion një marrëveshje ekonomike që do të përfshijë tarifat. Një pjesë e madhe e amerikanëve kryojnë politikat e presidentit Donald Trump duke i konsideruar ato të paqëndrueshme dhe të dëmshme për tregtinë. Sondazhi tregon se 70% e të anketuarve presin që tarifat më të larta do të rrisin çmime dhe do të përkeqësojnë inflacionin.
Shumica e amerikanëve besojnë se presidenti Donald Trump por tërgohet shumë i çrregullt në lëvizjet e tij për të shkundur ekonominë e Shteteve të Bashkuara, ndërsa vendosja e tarifave ndaj disa prej partnerëve kryesor tregtar të vendit godet tregjet e aksioneve, zbuloi një sondazh i ri Reuters Ipsos. Rreth 57% të anketuarve, duke përfshirë 1 në 3 republikanë, thanë se politikat e presidentit kanë qenë të paqëndrueshme dhe përpjekjet e tij për të taksuar importet kanë shkaktuar një luftë tregtare globale. Në vend të kësaj, amerikanët duan që Trump të vazhdojë të përqendrohet në luftimin e çmimeve të larta, edhe pse ka shqetësimin e rritjes se politikat e tij do të rrisin koshtot, zbuloi sondazhi. Vendosja e tarifave nga Trump ndaj aleatëve si Kanadaja dhe Meksika, si dhe refuzimi i tij për të përjashtuar një recesion, ka friksuar tregjet amerikane. S&P 500 ka humbur më shumë se $3 trilion në vlerë që nga kulmi të gjitha kohërave muajin e kaluar. Si përgjigje, Shtëpia e Bardhë ka thënë se disa probleme ekonomike afatshkurtra mund të jenë të nevojshme që Trump të zbatojë agjendën e tij tregtare që synon të rikthejë prodhimin në Shtetet e Bashkuara. Në përgjithësi, 44% të anketuarve thanë se e miratonin punën që Trump po bënte si president, por sondazhi pati vlerësim të dobët në çështjen e kostos së jetesës, ku vetëm 32% të anketuarve e miratuan performancën e tij. 70% e njerëzve, duke përfshirë 9-10 demokrat dhe 6-10 republikan, thanë se prisnin që tarifat më të larta do t'i bënin produktet ushqimore dhe blerjet e tjera të rregullta më të shtrenjta. Për pjesën më të madhe të karrierës së tij politike, Trump, një zhvillues i pasurive të paluajtshme, i kthyer në yll të realitetit televiziv, ka vënë në dukje fuqinë e tregut të aksioneve si një tregues të shëndetit ekonomik, por që nga rikthimi në detyra ai e ka minimizuar atë. Tregjet do të rriten dhe do të ulen. Ne duhet të rindërtojmë vendin ton, deklaroi Trump. Ky është një ndryshim i mpret në raportin me mandatin e tij të parë. Një zëdhënëse e Shtëpisë së Bardhë tha se duhet durim, duke quajtur performancën e tregut një fotografi të një momenti në kohë, dhe ne presim që do të ketë ditë të mira dhe do të ketë ditë të këqija, por në fund të fundit Wall Street dhe Main Street do të përfitojnë nga politikat e këtij presidenti, siç bën në mandatin e tij të parë. Inflacioni ishte ndjeshëm shqetësimi kryesor i të anketuarve në sondazh. 60 të anketuar thanë se kjo ishte çështja që ata mendonin se Trump duhet t'i jepte përparësi. Disa analistë kanë paraqitur një pamje më të zymt. Banka e investimeve JP Morgan e sheh rrezikun e një recesioni në Shtetet e Bashkuara këtë vit në rreth 40% dhe e konsideron një rënje ekonomike edhe më të mundshme nëse Trump ndjek një tjetër valë të planifikuar tarifash në prill. Shtëpia e Bardhë ka rritur taksat për mallrat e prodhuara në Kinë dhe të mërkurën, ka rritur taksat për një gamë të gjerë pjesësh të importuara të automobilave dhe traktorëve, materialeve të ndërtimit dhe pjesëve të makinerive, shumica e të cilëve janë blerë nga Kanadaja dhe Meksika. Kanadaja dhe Bashkimi Evropian u zotuan të mërkurën se do ta kmerren me barierat e tyre tregtare ndaj produkteve amerikane. Inflacioni që u rrit nën paraardhësin e Trump në detyrë demokratin Joe Biden mbetet i lartë dhe pritet të rritet për shkak të tarifave, mendojnë analistët. Rusia i ka paraqitur SBA-s kërkesat për të dhënë fund luftës në Ukrainë dhe për të rivendosur marrëdhëniet me Washingtonin. Kushtet përfshin ndalimin e zgjerimit të NATO-s dhe njohjen e territorëve të aneksuara nga Kremlini. Rusia u ka paraqitur Shteteve të Bashkuara të Amerikës një listë kërkesash për të arritur një marrëveshje në lidhje me luftën në Ukrainë dhe rivendosjen e marrëdhënieve me Washingtonin. Zyrtarët rusë dhe amerikanë diskutuan kushtet gjatë bisedave personale dhe virtuale gjatë 3 javëve të fundit, sipas burimeve të brendshme. Ata i përshkruan kushtet e Kremlinit si të ngjashme me kërkesat që më parë i ka paraqitur Ukrainës, Shteteve të Bashkuara dhe NATO-s. Këto kushte të mëparshme përfshinin mungesën e anëtarësimit në NATO për Kievin, një marrëveshje për të mos vendosur trupa të huaja në Ukrainë dhe njohjen ndërkombëtare të pretendimit të presidentit Vladimir Putin se Krimea dhe 4 provinca i përkasin Rusisë. Rusia vitet e fundit gjithashtu ka kërkuar që Shtetet e Bashkuara dhe NATO të trajtojnë ato që ajo i ka quajtur shkaqet rrënjësore të luftës, duke përfshirë zgjerimin e NATO-s drejt lindjes. Presidenti amerikan Donald Trump është në pritje të fjalës nga Putin nëse do të pajtohet me një armpushim 30 ditor, të cilin presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se do ta pranonte si hapjen e parë drejt bisedimeve të paqes. Angazhimi i Putin për një marrëveshje të mundshme armpushime është ende i pasigurt, me detaje ende për tu finalizuar. Disa zyrtar, ligjvënës dhe ekspert amerikan kanë frikë se Putin, një ish oficer i KGB-s, do të përdorte një armpushim për të intensifikuar një përpjekje për të ndarë Shtetet e Bashkuara, Ukrainën dhe Europën dhe për të rrëzuar çdo bisedim. Së fundmi Moska i diskutoi kërkesat me administratën Biden në një seri takimesh në fund të vitit 2021 dhe në fillim të 2022-shit, ndërsa 10 mira trupa ruse u rreshtuan në kufirin e Ukrainës në pritje
të urdhrit për të pushtuar. Ato përfshinin kërkesa që do të kufizonin operacionet ushtarake të Shteteve të Bashkuara dhe NATO-s nga Europa Lindore në Azinë Qendrore, ndërsa refuzoi disa nga kushtet. Administrata Biden u përpoq të parandalonte pushtimin duke u angazhuar me Rusinë në disa prej tyre. Përpjekjet dështoi dhe Rusia sulmoi më 24 shkurt 2022. Zyrtarët amerikanë dhe rusë në javët e fundit kanë thënë se një projekt marrëveshje diskutuar nga Washingtoni, Kievi dhe Moska në Stamboll në vitin 2022 mund të jetë një piknisje për bisedimet e paqes, por marrëveshja nuk u realizua kurrë. Në ato bisedime Rusia kërkoi që Ukraina të heqë dorë nga ambicjet e saj për të anëtarësuar në NATO dhe të pranojë një status të përhershëm pa armë bërthamore. Kremlini gjithashtu kërkoi një veto mbi veprimet e vendeve që donin të ndihmonin Ukrainën në rast lufte. Një takim tripalësh mes përfaqësuesve të Kinës, Rusisë dhe Iranit do të zhvillohet më 14 mars, ku tema kryesore do të jenë armët bërthamore. Takimi vjen në një periudhë kur edhe presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka bërë vazhdimisht thirrje për reduktimin e këtij arsenali. Kina do të presë bisedime të nivelit të lartë me Rusinë dhe Iranin në Pekin të premten për të trajtuar programin bërthamor të Teheranit. Ministrat e jashtëm të vendeve do të shkëmbejnë pikpamjet mbi aktivitetet bërthamore të Iranit dhe çështjet e sigurisë rajonale, u shpreh zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme kineze, Mao Ning. Kina pothullon lidhje strategjike me Rusinë dhe Iranin, me të treja vendet që morën pjesë në stërvitje detare Brezi i Sigurisë 2025. Flota detare kineze mbërriti në ujërat pranë portit Kahabar të Iranit dhe përfundoi asamblen detare me marinën iraniane dhe ruse të dielën në mëngjes, duke shënuar fillimin e stërvitjes së përbashkët. Ky bashkëpunim ushtarak ndodh në të njëjtën kohë me iniciativa diplomatike të presidentit amerikan Donald Trump, i cili ka kërkuar të ringjallë negociatet e drejtpërdrejta bërthamore me Iranin. Trump javën e kaluar tha se i kishte dërguar një letër personale liderit suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei, duke kërkuar rinovimin e bisedimeve dhe duke mbrojtur një zgjidhje diplomatike. Ne jemi në fazat përfundimtare me Iranin, tha Trump, duke theksuar dëshirën e tij për të arritur një marrëveshje paqeje në vend të konfrontimit. Teherani megjithatë hodhi poshtë nismën, duke reflektuar mosbesim të thellë ndaj Washingtonit. Megjithatë, Irani ka treguar një gatishmëri të kushtëzuar për të diskutuar programin e tij bërthamor, pasi Trump propozoi reduktimin e rezervave bërthamore. Misioni i Teheranit në OKB tha se bisedimet mund të vazhdojnë nëse kufizohen aspektet ushtarake. Trump kërkon të angazhojë Rusinë dhe Kinën në diskutime për të reduktuar ndjeshëm arsenalet bërthamore dhe buxhetet e mbrojtjes. Ai theksoi një ambicie për të përgjysmuar shpenzimet ushtarake, duke theksuar se arsenalet ekzistuese mund të shkatrojnë botën 50 apo 100 herë. Megjithatë, përpjekjet e mëparshme të SBA-s për të përfshirë Kinën në reduktimin e armëve bërthamore kanë hasur vazhdimisht në rezistencë nga Pekini. Superfuqia aziatike pohon se SBA-ja dhe Rusia së pari duhet të zvoglojnë ndjeshëm rezervat e tyre bërthamore. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më tepër informacione mund të klikoni në faqen tonë të internetit skan.tv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, banka, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Gjithashtu mund të na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale si Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Faleminderit për vëmendjen, bashkë mirëpafshim.